shtesnin edhe me dorën e djathtë edhe me dorën e majtë reformën drejtësi, duke kërkuar vettingun si besimtarët që kërkojnë shpëtimtarin, prapë se prapë, pyetjes, nëse e besonin se ata do të shihnin një ditë zyrtar të lartë përpara drejtësisë, i përgjigjeshin masivisht jo. Reforma jonë drejtësi e ngriti luftën kundër korrupsionit në nivele që deri dje as nuk imagjinohesh. Monumenti i pandëshkueshmërisë ra, siç deri dje as mund të imagjinohej. Por ky fakt s'mjafton fare që njerëzit t'i gëzohen sa arritje historike. Përkundrazi, ky fakt del dhe të pronë që ata t'jenë të pakënaqur, pse nuk bëhet më shumë. Për 30 vjet, shqiptarët ndënjen në radha kilometrike për të marrë shërbimet më elementare. Duke pritur shi, duke pritur diell, një dokument të rëndom, certifikat lindje, duke u shtyrë për të paguar dritat që me zivinin, apo duke ardhur nga jashtë për të kaluar gjysmën e pushimeve në për sportele, që ngjanin si ato dyert e urbanit kur futet gjithë dynjaja, në kohën kur akoma ishin turnet e kombinatit tekstileve. Por e kishin pranuar atë realitet. Sigurt ishte një trashëgimi e patundshme. Sot, 95% e shërbimeve publike në Shqipëri merren nga celulari, falas, dhe merren nga çdo pikë e botës. Por ky fakt nuk mjafton fare që njerëzit t'i tolerojnë më lehtë shërbimet që ende çalojnë. Përkundrazi, del dhe të pronë që toleranca e tyre të jetë thuajse zero. Nuk e di a e dëgjuat, kur tregova një ditë rastin e të ëmës një shokut tim, gjyshet 80 ca vjeçare. Edhe ajo doli në protestë. Jo për zvërnecin, jo për ligjin e zonave të mbrojtura, as për biodiversitetin. Doli nga që sa herë i duhej të vizitohej në poliklinik për një smundje kronike, ngrihej pas zbardhur dita, bashkë me të moshuar tjerë, për të zënë radhën, sepse mjeku në atë poliklinik shkonte vonë dhe rinte 2-3 orë. Ne mund t'i tregojmë tani asaj gjyshe, sa spitale kemi ndërtuar, sa pajisje kemi blerë, si ka ndryshuar si nata me ditën sistemi ynë shëndetësor, krahasimisht me kohën kur morëm detyrën. Të gjitha këto. Dhe gjithçka mund t'i numërojmë asaj për punët e panumërta që ne kemi bërë për shëndetësinë, janë fakte. Si drita e diellit. Por fakti i saj është përvoja. E asaj radhës në poliklinik, kur dielli s'ka dalë akoma. Dhe kur faktet tona përplasen me përvojën e gjyshes, ne nuk mund t'i kërkojmë asaj të ndryshojë përvojën. Duhet ndryshojmë ne, që zëri i saj të dëgjohet, halli i saj të qahet, përvoja e saj të ndryshojë dhe ajo ta shohë që shteti nuk nis dhe nuk mbaron tek tarbjati i mbrapsht i një mjeku. Përndryshe, të gjitha ndryshimet që kemi bërë për shëndetësinë do mbeten aty. Fakt. I pamoshëm. Po ne nuk do jemi më këtu. Nëse vazhdojmë të besojmë
se mjaftojnë investimet dhe faktet e përparimit që njerëzit vazhdojnë ta investojnë besimin e tyre tek ne. Pa ndryshuar diçka domethënëse në cilësinë e përvojës së tyre me shtetin. Përsëri këtu na vjen në ndihmë Tocqueville. Abuzimet që zhduken e bëjnë më të padurueshme peshën e abuzimeve që mbeten. Kur fryma e përparimit bëhet e qëndrueshme dhe zhvillimi i pandalshëm, pritshmëritë e qytetarëve nuk ulen, po rriten. Dhe rriten më shpejt se shpejtësia e ndryshimit. Asnjë sukses nuk e ul kërkesën, vetëm e rrit. Me këtë sy, duhet parë dhe videoja që u shfaqa në hyrje të kësaj fjale. Kur ne morëm detyrën, pyet priteshin, si t'ishin në agresionin e një ushtrie alienësh në formë sharrash elektrike, dhe kafshët vriteshin për epshet shtazarake të gjahtarëve të huaj dhe shqiptar. 50.000 vrasës që hynin me çifte, pyll më pyll, e lagun më lagun, sikur Shqipëria ishte një rezervat jashtë hartës qytetërimit. Ndërsa për pirgjet me kufoma, shpendësh lagunave që pastaj shiteshin në për restorante, shkruan të ndonjë revistë ndërkombëtare natyrës, po maazallah se ngrihen ndonjë zë që të dëgjoj për te ndonjë kronike televizive para lajmeve për motin. Në një vend ku shoqëria vuante mungesat e veta të mëdha dhe ku vritej statistikisht një njeri në 3 ditë, nuk kishte se si të kishte ndonjë pritshmëri optimiste për jetën e kafshëve. Në një dekadë ne kemi bërë për florën dhe faunën e Shqipërisë një përmbysje historike të vizionit, të qasjes, të administrimit, me rezultate të pamohueshme. Bëm ligjin e parë të integruar me standardet e Bashkimit Evropian për zonat e mbrojtura, dhe në këtë dekadë zgjeruam në mënyrë të ndjeshme si asnjë vend tjetër në rajon, sipërfaqen e tyre, shtuam kategoritë e mbrojtjes dhe e kthyem ruajtjen e natyrës nga një thirrje sporadike në një sistem administrimi. Një parantezë këtu, ndryshimet e vitit 2024. Le ta mbaj shënim kush e dëgjon. Në atë ligj,